Të nderuar shikuesi, me përsërisë së bashku, Veriu Sport është prezent në stadiumin Elbasan Arena, ka përfunduar pjesa e parë, Elbasani 0, Vllaznia 0, por me një problem tek formacioni i Kuqi Blu, karton një kuq minuta 27 për mbrojtësit Elmando Gjini. Kam të pranë një emër shumë të njohur të futbollit shqiptar dhe megjër, Andi Leli, i cili ka kontribuar për Vllaznin, për kombëtarën e Shqipërisë, jeton prej vitesh në Amerikë, por tashmë ka nisur edhe rikthimet në Shqipëri dhe në shkollë duke qenë më afër Vllaznisë. Sot në Elbasan Arena ju pash me Aron Milotin dhe me miqtë tuaj duke ndjekur ndeshjen pjesën e parë. Një analizë juaj për këtë pjesë parë. Përshëndetje e gac, zonë që jam të shumë. Më pëlqej pjesa e parë, megjithëse Katolikus na dëmtoi, por pash një dëshirë tek ekipi, presion, pak pressing, që është e nevojshme me lujtë më shumë në gjysmë fushën kundërshtarë se sa në fushën tonë. Kishim mundësi ndoshta një se dy raste shumë të mira. Shpresojmë që pjesa e dytë jetë barazim se janë dhe fitore. Kartoni i kuq në dëmt të Vllaznisë është skualifikuar nga pikat kryesore të mbrojtjes Gjini, se gjithmonë ka marrë vlerësime pozitive. Një ndër lojtarët më të mirë të mbrojtjes, megjithëse të thënë që grupi i Vllaznisë është shumë i mirë këtë vit. Gjithashtu edhe stoli i Vllaznisë është shumë i mirë. Shpresojmë më të mirën pse jo kampion këtë vit. Si shikon pjesën e dytë me një epërsi numerike Elbasani, 11-10 të Vllaznisë. Ndoshta edhe me përmirësunin edhe me këtë dy lojtarësh, shpresoj që edhe fitohet ndeshja me 10 lojtarë. Ndërkohë, për gjykimin kishte disa kontestime nga kampi Kuqi Blu, ju keni ndonjë opinion? Është e vërtetë, por në fundit duhet mu shtet tek lojtarët, tek situata. Me harru albitin, po me përqëllu të ndeshja, shpresojmë fitojmë. Faleminderit, isha me Andi Lelin, një nga futbollistët e njohur të Vllaznisë, jeton prej vitesh në Amerikë, por sa i rikthehet në Shqipëri, ndjek Vllaznin, jo vetëm në Loro Boriçi, por edhe jashtë. Nuk kena mundësi me gjithë qetë. Faleminderit. Përshëndetje, respekt.